Assalamu alaikum. Në mësimin e kaluar e mësuam shkronjën dal dhe shkronjën ra. E tashti do ta bëjmë një përsëritje të shkurtër të këtyre shkronjave. Shkronja dal është pra kjo shkronja këtu, dhe shkronja ra është kjo shkronja këtu. Tu mund ta vreni qartë dallimin mes shkronjës dal dhe shkronjës ra. Tu kemi shkronjën dal kur shkruhet e vetmuar, pra pa u lidhur me shkronja të tjera, dhe këtu shkronjën ra të vetmuar, pra pa u lidhur me shkronjat e tjera. Dërsa këtu kemi shkronjën dal kur është mes të fjalës, po ashtu këtu kemi shkronjën ra kur është në mes të fjalës. E tashti po fillojmë të mësojmë dy shkronja të reja. Shkronja e parë që do ta mësojmë tashti është shkronja zaj, pra shkronja z. Shkronja zaj shkruhet në këtë mënyrë, siç po shihni në ekran. Dallimi mes shkronjës ra dhe shkronjës zaj është se shkronja zaj ose z-ja ka pikë, ndërsa shkronja ra shkruhet pa pikë. Pra kjo është shkronja ra dhe kjo është shkronja zaj. Shkronja zaj në fillim të fjalës shkruhet kështu, në mes të fjalës shkruhet kështu, ndërsa në fund të fjalës shkruhet kështu. Tu kemi z, zi, zu. Ti lexojmë tash shembujt të kjo shkronje. Zu, gji, ra. Zu, gji, ra. Te, zi, du. Te, zi, du. Pra edhe shkronja zaj është prej shkronjave që lidhen vetëm nga ana e djathtë, siç po shihni. Dhe këtu kemi te, bi, zu. Te, bi, zu. Lexoni edhe ju së bashku me mua. Tu kemi zu, be, de. Zu, be, de. Tu kemi be, zi, ru. Be, zi, ru. Dhe shembulli i fundit të kjo shkronje është khu, bi, ze. Khu, bi, ze. Tu kemi shkronjen b në mes të kësaj fjale, e shkruar disi me ndryshe, mirë po kjo është shkronja b, rrallë ndonjëherë mund shkruhet edhe në këtë formë, siç po e shihni pra. E tash ta mësojmë shkronjen wow. Shkronja wow është sikurse shqiptohet pra sikurse W-ja në anglisht, pra themi we, wi, wu. Pra we, wi, wu. Shkronja wow pra shkruhet këtë formë. Fillim të fjalës shkruhet kështu, në mes të fjalës shkruhet kështu, dhe në fund të fjalës shkruhet kështu. Pra kemi këtu we, wi, wu. We, wi, wu. Ti lexojmë shembujt të kjo fjalë. Wazira. Wazira. Shembulli i dytë është thuwiba. Thuwiba. Lexoni edhe ju së bashku me mua shembujt. Shembulli i tretë është hatiwu. Hatiwu. Shembulli tjetër është warithu. Warithu. Shembulli i parafundit është zawiju. Zawiju. Dhe shembulli i fundit të kjo shkronjë dhe në këtë mësim është dhariu. Dhariu. Me kaq i përfunduam shkronjat që lidhen vetëm nga ana e djathtë, pra gjitha shkronja tjera lidhen nga të dyja anët. Mos harroni ti ushtroni këto shkronja. Allahu i ruajt. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ky kurs është i bazuar në librin Abetaria Kuranore, cilin mund ta gjeni falas në shumë librari islame ose ta shkarkoni si PDF në linkun e mëposhtëm.